Në një investigim të gjerë ndërkufitar, zbulohet se sektori i ndërtimit në Kosovë po shndërrohet gjithnjë më shumë në një nga kanalet më të dyshuara për pastrimin e parave në rajon. Një investigim përshteg nga gazetarja Serbeze Haxhiaj tregon se në Prishtinë dhe qytete të tjera, ndërtimet shumëkatëshe po rriten me ritme të shpejta, por pas kësaj vale zhvillimi, ngrihen dhe dyshime serioze për burimin e kapitalit. Sipas të dhënave, vetëm komuna e Prishtinës ka lëshuar 11 leje ndërtimi për kompani nga Shqipëria, ndërsa qyteti është mbushur me kulla deri në 41 kate. Burime nga sektori dhe hetues të ndryshëm tregojnë se financimet në shumë raste nuk janë plotësisht të gjurmueshme, duke u maskuar përmes skemave si nën kontrata, kompensima apo pagesa të fragmentuara. Në disa raste, parat dyshohet se vijnë nga aktivitete të paligjshme dhe hyn në ekonomi përmes investimeve në ndërtim, ku më pas zhduket origjina e tyre reale. Raportet ndërkombëtare konfirmojnë se Kosova ka bërë përparim të kufizuar në luftën kundër pastrimit të parave, ndërsa ndërtimi identifikohet si sektori më i ekspozuar ndaj këtij fenomeni. Në terren, kompanitë nga Shqipëria luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin urban të Prishtinës, por një pjesë e këtyre investimeve, sipas burimeve, realizohet përmes strukturave të padukshme apo personave të tretë. Hetues, prokurorë dhe ekspertë të pavarur paralajmërojnë se mungesa e transparencës financiare, përdorimi i keshit dhe marrëveshjet jo formale e bëjnë ndërtimin një nga sektorët më të vështirë për të kontrolluar. Hetimi nxjerr në pa një realitet ku zhvillimi i shpejt urban shoqërohet me dyshime të forta mbi mënyrën se si qarkullon kapitali pas betonit të Prishtinës.